Për ata Ebu Mansur el-Hallaji, njani prej kokave të mdoja, kriminelve të mdhej të sufive, të cilat ato kur ta përmenin Hallajin e lujnë venin. Pra vëllezër të ndershëm, ndëgjoni për këtë kriminel i cili pretendonte dhe thonte enel haqqu wa ma fil gjubbeti illa Allah. Tha unë jam Zot, dhe atë që e shifnin gjibe nuk kanë shpërvet se Zoti juaj. Unë jam Zot. Për këtë arsye pa të thonë se Allahu ka hinë mbrëndësin teme. Për ata atë që i peshifni para jush, që e ka vesh gjibën, thash Zoti juaj. Dhe thonte, idha ebsarteni ebsartehu, wa idha ebsartehu ebsartena. Nëse më shef mu e ke pa Allahu. Nëse më shef mu, tha e ke pa Allahu. Nëse e ke pa Allahu, më ki pa dhe mu. Pra vëllezër të ndershëm, në na e dim se dini Allahu ta zogjel nuk ka hatër. Për këtë arsye për fat të keq. Dhe Imam Ebu Hamid el-Ghazaliu është njani i cili e ka potencu fillimisht, pra librat e ati, si kon Mishkatul Anwar, që Imam Ebu Hamid el-Ghazaliu, i cili e ka potencu shahadetin që lejohet me thonë lejse illa Allah, la huwa illa hu, apo hu Allah, hu. Dhe në këtë mendim, nga ulemat e Ahlisunetit tash pa i përmeni, a ka qenë dhe Fakhreddin Ar-Raziu. Në dim fort mirë se këtë të ditë, Allahu ja ka mundësu pendimin dhe unë ligjeratat e mia në komentin e akidës së Tahawiut me një zaman kur kam folë. Kam tregu për Imam Ebu Hamid el-Ghazaliun dhe Fakhreddin Ar-Raziun, që të ditë kanë bot tobe të Allahu Azza wa Jell dhe s'ka dishim në tobën e tyre. Mirë po njani nëse na i përkthen librat e tyre dhe hasmi fjalë të tyre, të kuptojnë se në këtë çështje nuk e kanë qëllu në veçanti vëllezër të ndershëm, pse ata arritën të i bindin xhamatin e tyre se me thonë apo me bon dhikr Allah, Allah, hu, ma mirë se me thonë la ilaha illallah. Derisa Fakhreddin Ar-Raziu e ka shkujt një liber për dobit e hu, dhe thot atë që kam shkujtën, kam pa se ka mirësi ma shumë se ka që për zemrën e njeriut. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye unë i kam të shkruar këtë këta që dikush të nëton të na kundërshton. Për shkak se këto nuk i kam gjetë në rrugë, po këto i kam hulumtu dhe i kam gjetën deri kam arrit të ajo, normal se rruga ka qenë e vështirë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, pse ata e potencuan dhe thanë se me thonë illallah, Allah, Allah, apo hu, derisa isha në Ulqin, një babashej atyre e kishkujt edhe tabletat e kerit, hu, 011.